Lutje për të prishur çdo mallkim të thënë kundër jush. 1. Hyrja dhe qëllimi i lutjes. Vëllezër dhe motra të dashur në Krishtin, paqe dhe hir nga Perëndia atë dhe nga Zoti ynë Jezu Krisht. Sot, ne bashkohemi në këtë lutje të fuqishme për të prishur çdo mallkim që mund të jetë thënë kundër jush, çdo fjalë negative, çdo forcë e ligë që mund të ketë ndikuar në jetën tuaj. Nëse ndjeni peshë, pengesa, frikë ose vështirësi që duken të pashpjegueshme, dijeni se Perëndia është më i madh se çdo mallkim. Kjo lutje është për ju që ndjeni se mbi jetën tuaj ka rënë ndonjë mallkim nga fjalë të këqija të tjerëve, nga zili, nga magji ose nga forca të errëta. Por Bibla na thot qartë se Jezu Krishti ka thyer çdo mallkim në kryq. Ne do të lutemi me besim të plot, duke u mbështetur në fuqinë e emrit të Jezusit. Bashkohuni me mua tani. Mbyllni sytë, vendosni duart mbi zemrën tuaj dhe thoni amen në fund të çdo deklarate. Le të fillojmë duke falendëruar Perëndin për mbrojtjen e Tij. O Perëndi i dashur, faleminderit që na ke dhënë fuqinë të lutemi në emrin e Birit tënd. Faleminderit për gjakun e Jezusit që na mbron dhe na çliron. Amen. 2. Fuqia e emrit të Jezusit dhe sakrifica në kryq. Tani, le të thellohemi në fuqinë e emrit të Jezu Krishtit. Bibla thot, prandaj Perëndia e lartësoi te mase dhe i dhuroi emrin që është përmbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjë që është në qiell, mbi tokë dhe nën tokë. Emri i Jezusit është më i fuqishëm se çdo mallkim, se çdo demon, se çdo fjalë negative. Përmes sakrificës së Tij në kryq, ai u bë mallkim për ne, që ne të jemi të lirë. Le të lexojmë dhe meditojmë. Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit duke u bërë vetë mallkim për ne, sepse shkrimi thotë: I mallkuar është cilido që varet në dru. Kjo do të thotë se çdo mallkim, qoftë nga ligji, nga mëkatet tona, nga të parët tan ose nga të tjerët, është thyer plotësisht në kryq. Jezusi e mori mbi vete çdo mallkim, që ne të marrim bekimin e Abrahamit. Përsëriteni me mua, në emrin e Jezusit, unë jam i lirë nga çdo mallkim. Gjaku i Jezusit më mbron. Përsëriteni këtë deklarat 5-6 herë ngadalë, le të shtojmë edhe vargje të tjera për mbrojtje. Asnjë e keqe nuk do të gjejë, asnjë plag nuk do t'i afrohet çadrës sate, sepse ai do të urdhërojë engjëjve të Tij të ruajnë në të gjitha rrugët e tua, dhe çdo armë e farkëtuar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjuhë që ngrihet kundër teje në gjyq, ti do ta dënosh. Këto premtime janë për ju sot. 3. Lidhja dhe largimi i të ligës, lutja kryesore për çlirim. Tani, le të hyjmë në lutjen kryesore për të lidhur dhe larguar çdo forcë të ligë, o atë qiellor, në emrin e Jezu Krishtit. Unë lidh çdo frymë të ligë, çdo demon, çdo forcë errësire që ka ardhur mbi jetën time përmes mallkimeve të thëna, fjalëve negative ose veprave të këqija. Unë deklaroj, çdo mallkim i dytë, çdo frymë frike, çdo lidhje shpirtërore e keqe, largohet tani në emrin e Jezusit. Përmes gjakut të Jezusit, unë prish çdo mallkim gjeneracional, çdo mallkim nga të parët, çdo mallkim nga zili ose urrëtie e të tjerëve, çdo fjalë negative e thënë kundër meje, qoftë nga miq, armiq, familjar ose të huaj, humbet fuqinë tani. Unë deklaroj mbrojtje mbi natyrore. Gjaku i Jezusit më rrethon si një mur zjarri. Asnjë shigjet e të ligut nuk mund të më prek. Le të lutemi specifikisht, largo çdo frymë varfërie dhe mungese. Unë jam i bekuar me bollët në Krishtin. Largo çdo frymë sëmundjeje. Jezusi shëroi të gjitha sëmundjet tona në kryq. Isaia 53:5. Largo çdo frymë konflikti dhe grindjeje në familje. Paqja e Perëndisë mbretëron në shtëpinë time. Largo çdo pengesë në punë, në marrëdhënie, në shëndet. Rrugët e mia hapen në emrin e Jezusit. Përsëriteni pas meje, në emrin e Jezusit, çdo mallkim prishet. Unë jam i lirë, i mbrojtur dhe i bekuar. Përsëriteni këtë 10-15 herë, shtojmë vargje të tjera. Ne luftojmë jo kundër mishit dhe gjakut, por kundër forcave të errësirës. Por ne kemi armaturën e Perëndisë. Dhe nënshtrojuni Perëndisë, i rezistoni djallit dhe ai do të ikë nga ju. 4. Deklarata e lirisë dhe mbrojtjes hyjnore.
Asnjë njeri lig, asnjë demon, asnjë mallkim nuk ka autoritet mbi ju. Ju jeni fëmijë i Perëndis, i blerë me gjakun e çmuar të Jezusit. Unë deklaroj, ti je i rrethuar nga engjëjt e Perëndis. Mbrojtja e tij është e papërshkrueshme. Çdo ditë ti ecën në bekim, në favor, në victori, nga sot bekimi i Perëndis të ndjek, shëndet, paqe, prosperitet shpirtëror dhe material, marrëdhënie të shëndetshme. Le të deklarojmë së bashku, unë jam i lirë në Krishtin. Asgjë nuk mund të më ndajë nga dashuria e Perëndis. Përsëritje 5 herë. Vëllezër dhe motra të dashur, tani që kemi prishur çdo mallkim në emrin e Jezu Krishtit dhe kemi deklaruar lirinë tonë, është e rëndësishme të kuptojmë një të vërtetë të madhe nga fjala e Perëndis. Liria që na ka dhënë Jezusi nuk është vetëm një çlirim njëherësh, por është një jetë e vazhdueshme në bindje ndaj Tij. Për të mbajtur këtë liri të plot, për të mos i lënë vend të ligut që të kthehet përsëri në jetën tonë, ne duhet të ecim çdo ditë në bindje ndaj Shpirtit të Shenjtë dhe ndaj fjalës së Perëndis. Bibla na thot qartë, mos i jepni vend djallit. Kjo do të thotë se nëse ne jetojmë në mëkat, në mosfalje, në zemërim, në zili ose në çdo gjë që kundërshton vullnetin e Perëndis, ne hapim derën që forcat e errësirës të gjejnë një vend për të vepruar përsëri. Por nëse ecim në dritën e Krishtit, djalli nuk ka asnjë të drejtë mbi ne. Le të meditojmë mbi këtë. Jezusi vetë na thot, nëse më doni, mbani urdhërimet e mia dhe nëse i mbani urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time. Bindja nuk është një barë, por është qelësi për të qëndruar në bekimin dhe mbrojtjen e Perëndis. Çfarë do të thotë praktikisht të ecësh në bindje? Së pari, falni të tjerët plotësisht. Jezusi na mëson, kur të jeni duke u lutur, nëse keni ndonjë gjë kundër dikujt, falni, që edhe ati juaj që është në qiell t'ju fal fajet tuaja. Nëse mbajmë hidhërim ose mosfalje në zemër, kjo i jep vend djallit të na lidh përsëri. Sot, merrni një vendim, falni çdo person që ju ka lënduar, çdo fjalë negative që është thënë kundër jush. Lëshojeni te Perëndia, përsëriteni me mua ngadalë. Në emrin e Jezusit, unë fal çdo person që më ka lënduar. Unë lëshoj çdo hidhërim dhe mosfalje. Zemra ime është e pastër para Teje, o Perëndi. Përsëriteni këtë deklarat 4-5 herë. Së dyti, largohuni nga mëkati i qëllimshëm. Bibla thot, nëse mëkatojmë me dashje pasi kemi marrë një urinë së vërtetës, nuk mbetet më fli për mëkatet. Perëndia na fal çdo herë që pendoheni sinqerisht, por ne duhet të zgjedhim çdo ditë të jetojmë në shenjtëri. Largohuni nga gjërat që e dinë se janë të gabuara, gënjeshtra, fjalë të këqija, imoralitet, idhujtari moderne si lakmia ose varësitë. Deklaroni, unë zgjedh të jetoj në shenjtëri. Shpirti i Shenjtë më fuqizon të them jo mëkatit dhe po vullnetit të Perëndis. Përsëriteni 3 herë, së treti ushqehuni çdo ditë me fjalën e Perëndis. Libri i këtij ligji të mos largohet nga goja jote. Medito në të ditë dhe natë, që të kesh kujdes të veprosh sipas gjithçkaje që është shkruar në të, sepse atëherë do të kesh mbarësi në rrugët e tua dhe atëherë do të kesh sukses. Lexoni Biblën çdo mëngjes. Le të bëhet ushqimi juaj shpirtëror. Së katërti, lutuni pa pushim dhe kërkoni udhëheqjen e Shpirtit të Shenjtë. Lutuni pa pushim. Dëgjoni zërin e Tij të butë që ju udhëheq në çdo vendim. Kur Shpirti i Shenjtë ju korrigjon, binduni menjëherë. Dhe së fundmi, jetoni në dashuri dhe shërbeni të tjerët, sepse ju, vëllezër, u thirrët për liri. Vetëm mos e përdorni lirin për një rast për mishin, por me anë të dashurisë shërbejini njëri tjetrit. Kur jetoni kështu, bekimi i Perëndis do të rrjedh pa pengesë në jetën tuaj. Çdo derë që Perëndia hap, askush nuk mund ta mbyll. Çdo mbrojtje që ai vendos është e përhershme. Tani, le të lutemi së bashku për këtë bindje. O Atë qiellor, në emrin e Jezu Krishtit, unë të lutem të më mbushësh me Shpirtin tënd të shenjtë. Më jep fuqi të ecë çdo ditë në bindje ndaj Teje. Më ndihmo të fal, të largohem nga mëkati, të lexoj fjalën tënde, të lutem pa pushim dhe të jetoj në dashuri. Mos lejo që të hap asnjë derë për të ligur në jetën time. Më mbaj në rrugën tënde të shenjtë. Amen.
lutësi mund të thotë, tani, në heshtje, lutuni vetë Perëndis për çdo zonë ku keni nevojë për bindje më të madhe. Vëllezër dhe motra, kur ecni në bindje, do të shihni se mbrojtja dhe bekimi i Perëndis bëhen edhe më të fuqishme në jetën tuaj. Kjo është çelësi për një jetë viktorioze në Krishtin. 6. Mbyllja dhe inkurajimi. Vëllezër dhe motra, lutja juaj është dëgjuar. Perëndia ju ka çliruar tani. Besoni dhe shikoni mrekullitë. Falenderojmë Perëndin, o atë, faleminderit për çlirimin. Amen dhe amen. Nëse kjo lutje ju bekoi, shpërndajeni. Perëndia ju bekoft. Paqe.